Jemi duke prit autobusin. Do provojmë për herë të parë, unë vetë, do e provoj për herë të parë autobusit pas shumë vitesh. Sa po iku ishte, sa ishte ora 10:30 dhe po presim autobusin e radhës. Shohim sa do zgjas pritja jonë. Qatë tem, ua po merë të pryma të shqip, po merë në mend, Tiranën e Re. Gjysmë e rrugës po e bërën në Tiranës së Re. Pra, te Ronaldo sigurisht nuk ka bërë. Ne nga brakë, që e gjetëm një vend me mund dhe çdo çohen po të vijë ripo. Pa. Se mani këtë simpani. Po sa zbritën në tjetërën? Vivo simpani sepse të të mbela dhe fatorin, në buko. Shtë mbani se janë tepsh. Sa veta janë ndrejtë, sëri nga fundit që? Sa veta në ndrejtë? Për të fundit. Ora është 4:23. Presim autobusin e Kinostudios. Po vjen. Se ka huar një e për ho. Drejt 59. Lam Kinostudion pak më shpejt se që këshim parashikuar, se unë nuk ja dola do. Mor fryma, tashi do shkëm të marrim porcelanin, a? Porcelanin do marrim të ekstra mirë. Okej. Të ma për biletën se luta? Faleminderit. Da biletën? A të da biletën? Jo? Si që të biletën? Po të kontrole? A të? Erdhëm në pikën fillestare dhe është fiks shkoj 2 orë nga ora 2:39 kemi nisur 2 orë dhe kemi marrë të qesh. Do të shkuar deri në destinacionin. Pasi e kishim pamundur, faktë unë personalisht ishte e pamundur, kushtet janë vështira për secilin prej pasagjerëve, edhe për Patorinën sigurisht. Patëm edhe eksperiencën e paregullësisë, për cilën flitet shumë. Edhe nuk janë legjenda urbane. Madje Patorino nuk kishte asnjë mjet identifikues që ishte punonjës. As bluzën që mbajt me ndoshirita të jeshil, as beige, absolutisht asgjë. Pra mund të ishte kushdo në këtë rast. Mund të isha marrë dhe unë lekë. Po, ishte marrë 3 lekët. Pjesë tjetër është orare. Nuk dua ta le përmendur Sauvë. Që në qoftë se ty të ikën autobusi i Sauvët, merë. Do vrasis vetën. Jo, do gjesh se çfarë do bësh për 30 minuta e tjera në vazhdim, sepse punoj 30 minuta.